Gjatë jetës tuaj, a ka ndodhur një proces jetësor për secilin prej jush që je menduar thellë, pastaj je futur te meditimi, pastaj je çliruar dhe je ndier totalisht vetja jote dhe i lumtur me veten tënde që bëre këtë veprim me erditin fillim. Po themi në adoleshencë, student, gjatë punës. Ne na duhet të rrim për shkak të profesionit, të rrim me vete që të mendojmë, sepse është natyrë krijuese. Nuk e di nëse hyn tamam te meditimi, por natyra jon krijuese na duhet që të rrim shumë me veten. Ndërsa për momente po themi dilema në jetë, që çdo njeri i ka këto dilema që duhet të bëj zgjedhje, duhet të bëj një zgjedhje të rëndësishme në jetë. Po sigurisht më ka ndodhur që të rri me veten për të marrë një vendim. Dhe sigurisht që kjo ndenje e gjatë me veten, mendoj që më ka dhënë atë impulsin për të bërë zgjedhjen më të mirë. Mjeshtër? Meditimi janë shumë raste në jetën time, për atë jam këtu ku jam, ka qenë çelësi kryesor që unë në jetë të përballem me sukses kundrejt sfidave që mi ka ofruar shkolla e jetës dhe më ka dhënë mundësinë më të shkëlqyeshme që të shfrytëzoj potencialin i cili nuk është i imi, por është dhuratë nga krijuesi i madh, të cilin e ka secili dhe unë në mënyrë suksesive ta konvertoj në vlerë duke kontribuar në formatin e të shtuarit vlerë, jo vetëm për veten, por edhe për shoqërinë. Dhe në fund dua edhe një fjali të them, jam shumë i lumtur me që u përmend portokallia, aty kam edhe një mik të shpirtit, Geni Gjoda, i cili të cilin e përshëndes, edhe do të them që është një nga medituesit më të spikatur që ka Shqipëria. Por ai modestia e tij është ashtu siç është, por është një potencial për popullin tonë, është një dhuratë. Jemi pothuajse në fund të podcast Labirint në Tru, por nëse unë ndërtoj një projekt për institucionin e vuajtjes së dënimit, për burgjet dhe për shkollat e mesme të Tiranës që janë shumë të ngarkuara me stres, a do ishit të dy të gatshëm të bashkoheshit vullnetarisht një herë në muaj këtij projekti? Sepse po gjejmë lek është e lehtë, po a mundemi të bëjmë gjëra pa para? Me shumë kënaqësi. Do mbashkoheni në këtë projekt, a? Është ide e mrekullueshme në radhë të parë, sepse kemi nevojë që shoqëria jonë të qëndrojë te këto vlera dhe te këto mendësi që i japin shoqërisë vlera dhe qetësi, sepse për këtë kemi nevojë. Hygoj Erdit ka thënë, hapni shkollë dhe mbyll disa burgje, ndryshe shoqëria nuk ecën përpara dhe ju falenderoj pafund